do që se në Shqipëria është një vend, cili mund të themi që përqindja më e madhe janë shqiptar, ne kemi menduar që do të fokusojmë grupin kryesor që janë shqiptarë, që është që di që unë nuk përkas në përqindje, sepse një përqindje saktë, nuk ta them një ditë në përkesë gjëra të tjera, sepse nëse nuk është numëruar në një përkas në përqindje saktë, unë nuk mund ta cilësoj përqindjen saktë, por është një popullsi e cila ka pjesën dërmuese të shqiptarë. Për këtë arsye ne kemi vënë grupin kryesor që janë shqiptarë dhe të tjerë për të mos bërë asnjë diferencim në diskriminatë, kemi vënë tjetër duke specifikuar se cili grupin e vet që i përket. Dhe kjo është arsyeja që është bërë ndryshim. Pra arsyeja është e para është për të krijuar një lloj renditje që nuk do të vinë nga instanca e renditje. Dhe këta, siç ju thash, neve ky përcor do të kryet për e parë vetëm skanim. Pra përcori skanohet direkt dhe është vërre që duke pasur shumë alternativa na krijon probleme gjatë procesit të komunikimit të vënave. Kurse duke qenë se pjesa më e madhe të themi janë shqiptarë, shumë e lehtë do të thotë që të fokusohet një grup që dihet që është alternativa mirë të tjerë, ta shkruajnë me dorë grupin që ka arsye teknike dhe arsye mos renditje të minoriteteve. Ne kemi diskutuar për këtë edhe me grupet e do të thonë me Eurostatit, me ekspertë ndryshëm, pra nuk është diçka që është bërë vetëm nga neve, dhe nga eksperjenca që kemi parë dhe në vendet e Ballkanit, kemi parë që ekzistojnë 3 eksperjenca të mundshme. Mënyra më demokratike, mënyra më e hapur, do të thonë është që mos vetë asnjë specifikim. Cili grupi përkisit dhe shkues se cili vetë në dorë në përkisit cili grupi përket. Dhe por kjo ndodh në vende të cilat janë si thua multikomshe, që kanë disa komple të saktuara brenda një vendi. Kurse në vende si Shqipëria është bërë re, vendi ngjashëm është Kroacia, është përdorur i njëjta lloj mënyre pyetjes si ne. Pra është përcaktuar grupi kryesor, dhe të tjerët është shkues se cili grupi që i përkasin. Kurse pyetja e mbyllur, që është me siç ka qenë në fillim fare, mos sqarohet për ato vende të cilat do të dihet se kush grupe janë dhe do të thonë janë përcaktuar para është bërë një regjistrim më parë, sepse në 2020 do të theksuar që në gjithë vendet e Ballkanit, vetëm Shqipëria ka pasur pyetje me grupin e minoritetëve. Të gjithë vendet e Ballkanit ka pasur të pyetje, si thosh, kanë statistikë të ashtu se sa i përkasin, domosdoshmë sa minoritete kanë brenda në vendin e tyre. Dhe vetëm Shqipëria nuk është bërë në vitin e 2020. Kurse neve nuk mund të themi që sa përqindje janë, sepse nuk kemi statistikë të saktë. Dhe kjo është arsyeja që është bërë ndryshimi, sigurisht pas u konsultuar dhe me ekspertizë. Duhet të kemi parasysh këtë gjë. Paktën e kemi thënë dhe kemi diskutim tjetër. Regjistrimi bazohet në deklarimin e lirë. Dhe kur ti bazon këtë gjë në deklarimin e lirë, sidomos për sa i përket përkatësisë etnike, që këtu më vjen keq fjala diskriminim nuk hyn, sepse me që përmendet kohë e monizmit dhe që ne këtu nuk jemi përgjegjës dhe nuk përgjigjemi dhe nuk japim dot përgjigje për kohët e kaluara, që këtu ne japim mundësi të gjithëve, pra jo vetëm romëve, jo vetëm serbo-malazezve, jo vetëm malazezo-serbëve, jo vetëm greko-shqiptarve, shqiptaro-grekve, grekve, macedonasve, shqiptaro-macedonasve, etj. Po dhe italianëve dhe turqve dhe kinesëve, sepse të gjithë ka janë pjesë të popullsisë, të deklarojnë ashtu siç ata e ndjejnë. Pra këtu nuk hyn diskriminimi, përkundrazi. Pyetjen e hapur duhet ta kuptoni, sepse ne jemi këtu të gjithë bashkë. Unë e kuptoj që secili është për interesat e grupit vet, po ne jemi këtu për interesat e të gjithëve, prandaj edhe këtë gjë duhet ta kuptojmë. Shkruajmë në Amerikë, jam profesor i Universitetit të Maqedonisë, kryetari i shoqatës Dështo Presko. Ne ndjekim në vëmendje të veçantë regjistrimin e popullsisë në Shqipëri, sepse ka qenë një nga kërkesat e minoritetit tonë që të kemi të në një regjistrim në Shqipëri të shprehjemi të rinj. Por duke parë momentet e fundit të daljes së këtij versioni të formularit, ne jemi të mendimit që akoma në Shqipëri nuk është një klim demokratike që të ketë një regjistrim të lirë të popullsisë. Përse e them këtë?
Unë flasë nga pozicioni i Minoritetit Maqedonas. Minoriteti Maqedonas nuk është ai që tregohet në politika shqiptare. Nuk ka minoritet Maqedonas vetëm në zonën e Presës, komunë e Pushtetit ose e Liqenasit, por dhe unë aty jam kryetar komune. Por minoriteti Maqedonas ka edhe në zonën e Vogrës, ku janë 17 fshatra të pastra etnike maqedonase. Ka në zonën e Gorës, në Kukës, ku janë 9 fshatra të pranuar nga minoriteti Maqedonas. Ka edhe një numër të konsiderueshëm të minoritetit Maqedonas në pothuajse në të tërë territorin e Republikës së Shqipërisë, në qytetet Bilisht, Korçë, Pogradec, kanë Elbasan, kanë Tiranë. Problemi i këtij formularit nuk jep mundësinë e shprehjes së litë të këtij minoriteti, të minoritetit tonë, sepse e vështirëson që vetë përfaqësuesi i minoritetit tonë të shënojë emrin në atë kolon që keni lënë bosh. Si dhe emri gjatë shumë. Si dhe e dyta, domethënë ne jemi minoritet të njëjtur në Republikën e Shqipërisë. Edhe ishim të mendimit edhe prapë shpreh këtë mendimin tonë që të paktën minoritetet që jemi të njëjtur në Republikën e Shqipërisë të jenë të shënuar në formular. Pastaj do të lihet edhe një kolon për të tjerë. Për kinez. Sepse me të vërtet ky regjistrim jo vetëm që nuk do jetë rezultatin, ose nuk do të tregojë realitetin e minoritetit tonë, gjithashtu do pengojë siç tha edhe drejtoresha integrimin e minoritetit në arsim, sepse bëhet fjalë kur tash për këto zona, siç është zona e Vogrës në Shkupi dhe Gorës. Pavarësisht që në shtëpi në fshat klasë për në shkollat, tani filluan ne si qytet të bëjmë sa kurse në gjuhën maqedonase edhe ishin bekuar. E falenderojmë ose vend që ndryshimi dhe këto kurse vazhdojmë. Pra jo në mënyrë të indirekte, mbase nuk jeni të shpresoj të dirijuar nga politika më e lartë. Jo indirekt na pengoni shpërblimin e minoritetit Maqedonas me këtë formular që zgjidhim, sepse nuk do të deklarohen dot përfaqësuesit e minoritetit tonë në këto zona që tash edhe në qytet. Kjo vetëm për në zonën e Presës, siç jemi të njëjtë. Deklarohen sepse nëse do jetë e shënuar popullia maqedonase, do të shumë e lehtë të vënë një kryq se sa të ri. Nuk do të kryqësh atë të bëjë sa i përqytis. Këtu se për shkak të bëj pyetjet tek individi, do të thotë shqiptarët do të thotë cilë grupe përkisni juve. Pra, anketuesi do ta shënojë. Nuk do ketë anketues të thotë shqiptar, maqedonas, rom e të tjera. Jo të sqarohet mirë. Të sqarohet mirë. Edhe unë isha i rezervuar në fillim të thoshë këtë fjalë, po siç duket jeni ju shumë të specializuar vetëm për që të ndjerë një formular që të bëhet të deklarim sa më i vogël të minoriteteve, akoma politika shqiptare ka frikë nga numri i minoriteteve, diçka që është ka paraqafuar. Ka një gjë. Ju e dini që të mbaroj shpejt. E dini ju që në këto fshatra në vende rurale ku jeton minoriteti që nuk din të shkruajnë, ai keni marrë parasysh. Edhe nëse si më të shprejt e... Të shprejt e tusi. Po ti të flasë. Të flasë në pozicionin e minoritetit Maqedonas. Të mos të mbasim shumë po, të mos bëjmë hipokrizia debat. Qëndrimi i minoritetit Maqedonas është ky. Në qoftë se do ndryshoj formulari, do jetë aty Maqedonas, ne do bashkëpunojmë dhe të marrim pjesë në regjistrim. Në mos që tani ne nuk do të njohim këtë regjistrim edhe do bëjmë në zonat ku jeton minoriteti që të bojkotojnë regjistrimin. Atëherë zotëri, kjo është mënyra që flasin politikanët, jo shoqatat. Shoqatat janë për të bashkëpunuar për ta zgjidhur situatën. Në qoftë se vini me alternativa që unë do bëj këtë ose atë, ky nuk është diskutim më. Por ai jo, nuk është diskutim më. Nuk është marrë parasysh. Ne po
themi, hajde ta zgjedhim si është më e mira. Dhe zonja Nuria po ju shpjegon. Anketuesi nuk thot, aty keni edhe 7 variante të tjera, cila është shkolla që ju keni mbaruar. Ne flasim për rubrikën për minoritetet. Do të them mund të shpjegoj, është e njëjta situatë. Anketuesi lexon pyetjen kryesore, jo variante. Pra variantet që janë të pyetjes nuk i lexon anketuesi. Anketuesi thot, cila është shkolla më e lartë, niveli më i lartë, korrigjo mira, niveli më i lartë i shkollimit që ju keni mbaruar. Dhe aty poshtë ka 10 alternativa, thot, e ullët, e mesme, e lartë, pas universitare. Nuk i lexon anketuesi. Mund të pyes dhe ti thua, shkolla më e lartë që unë kam mbaruar, shkolla niveli më i lartë i shkollimit është shkolla e mesme. Dhe unë gjej alternativën dhe shënoj shkollën e mesme. Kjo është mënyra se si zhvillohet procesi i regjistrës. Tani mos kalojmë Shkolla është zojmosh. Shkolla është tjetër rubrika për minoritetet. Unë flas për formularin për minoritetet. Aty mira se çka ka ndodhur me pilot. Nuk ka aty në atë rubrikë nuk kemi përfaqësuar si minoritet, nuk ekziston me ignorancë, edhe unë nuk kam si do deklaroj. Kur ju keni gjetur një formular kaq të komplikuar, do të thënë tamam specialist për manipulim. Kjo është thjesht një manipulim me numrin e minoritetit. E pare një mundje ke se ju paragjykoni komunitetin tuaj dhe kjo nuk është e mirë për ju që jeni përfaqësues, sepse nëse Një gabim nuk e dini që në zonën e Vallëbardhës nuk njëhet minoritet maqedonas. Kemi diskutuar në cilin fshat në Vallëbardh të Peshkopis kemi pasur këtu. Ose në Shishtarec, në Borje, në Kukës. Si do të deklarohen ata? Kur nuk njëhet. Flasim të njëjtën gjuhë me mua. Kemi të njëjtën kulturë. Po është problemi që t'ja lehtësosh, jo që ta pengosh. Jo, unë jam të drejtën atij të deklarohet ashtu, atë që ai vjen dhe atë që ai është. Unë kjo është me keme hapur dhe transparente. Më thuaj çfarë je. Po ç'vlen do kishte pika e plotësorit minoritet. Nuk ka vlerë atëherë, hiqe pikën e minoritetit aty. Sepse një rom mund deklarohet nga inati shqiptar. Çfarë rëndësie ka ky? Është drejta e tij e burrë edhe. More do të nuk themi do të dim se sa rom, sa maqedona, sa është gjuna që të një fushat sensibilizimi mbi rëndësinë e këtij regjistrimit do ishte shumë e domosdoshme. Shumë e domosdoshme. Tani, shiko, nëse ne pyesim dhe bëjmë diskutim pse, është që ta kuptojmë dhe ne, dhe ta kuptojmë bashkarisht. Më duket që po paragjykoni komunitetet tuaj, mua kështu më duket, sepse ne kemi bërë pilotin në Gjergjenas, kemi marrë anketues nga vendi, nga zona, me të tillë pyetje dhe të gjithë janë përgjigjur perfekt, nuk ka pas absolutisht asnjë lloj problemi. Dhe ishin bile shumë të gëzuar, ato njerëzit atje nuk është se nuk janë jo sensibël, sepse është po një fshat ku në 2001 ka pas probleme për arsyen pse nuk ishte vënë kjo pyetje në plotësor. Dhe ishin shumë të lumturuar që më në fund çdo njeri mund të deklarojë atje çfarë ishte, anketuesi ishte vënë tani ishte edhe gjuhën maqedonase, tregonte çfarë. Kam qenë i përndishëm thash janë kryetar komune. Ishe i përndishëm, ishte drejtori i shkollës së Gjergjit. Unë nuk flas për komunën Liçenas ku jemi të njëjtur me statusin e minoritetit. Të kuptojmë drejt. Ne flasim për minoritetin maqedonas që jeton jashtë preskës. Ai nuk mund të deklarohet pengohet. Nëse ekziston aty Maqedonas, ai ka shumë problem se sa të edhe po vjet Maqedonas. Në formularin tuaj, përse nuk shkruani gjuhën antare? Çfarë gjuhë antare ka në Gorë edhe në Vallëbardh? Të lutem shumë, aty nuk përfshihet gjuhë antare. I thuhet tjetrit jam çfarë nacionaliteti ke. Ai nuk e tregon atë. Në qoftë ti do t'i shkruash çfarë gjuhë antare flet. Unë kam parë. Përse duhet është problemi. Në qoftë se ai do të detyrohet, do të kushtzohet që të mos thot të vërtetën, është e vërtetë.
ju në qoftë se keni mundësi me bën një regjistrim tillë në kohë që është 100% fshati që flet, domethënë me gjithë që në kohën e socializmit edhe kur bëri shkolla shqipe 12 porteka haren në dorë në kohën e dikushme me posfiste në gjuhën amtare. Domethënë me gjithë trosnia që ka qenë, aty ekziston ajo. Gjuha nuk shkuhet, gjuha nuk vdes në një popull. Kur vdes një populli, vdes edhe gjuha. Tashti, gjuha është baza për të kriju atë mundësinë e njerëzve që të gjuhën me përkatësi, çfarë përkatësi të tij. Unë mendoj që duhet ta korrigojmë. Dhe një nga detyrat e mia ose detyra ime kryesore është ti sugjerojë kryeministrit masa për të mirën e minoriteteve. Dhe unë ju dëgjoj, jam tërvesh këtu dhe dëgjoj të gjitha grupet e interesit, të gjitha shoqatat, cila është problematika thelbësore e tyre. Nuk kemi problematikë më shumë se do jetë deklarimi që tha sot ne ja nderuar. Ajo vërtet është parim i vast, nuk mire me gjërat të tilla, mire me gjërat thelbësore dhe parimore. Do mirem për shembull me si ishte më mirë pjetësori parë apo pjetësori dytë, jo sipas mendimit tim, po sipas mendimit tuaj. Gjitha këto sugjerime do jetë mirë të na i përcjellni në Komitetin Shtetëror të Minoriteteve, që ne siç keni bërë, dhe ju falenderoj për këtë, përveç Omonia, se cila nuk e mori kundimin të dhe fare. Po falenderoj gjithë organizatat e tjera të cilat e dërguan dhe thanë mendimi jonë i pjekur politik është që ishte më mirë që të ishin shënuar emra tanë, do të thënë minoriteti grek, minoriteti vllak ose armën, minoriteti serbo-malazez, minoriteti makedonës e të tjerë. Pra, nuk them sot mendimin tim personal, por mendimin e minoritetet unë jam i detyruar t'ia përcjell kryeministrit dhe ai të di vetë se si do bëj, ose ju t'ia përcjellni zotit Pollu, dhe zoti Pollu shikoj që këto janë sugjerimet e minoriteteve dhe që ne të bëjmë një regjistrim sa më të mirë, që shqyr zotit kjo qeveri na e bëri të mundur për herë të parë të shkruaj kombësin tonë, të shkruaj edhe gjuhën tonë, të shkruaj edhe fen që ne besojmë, duhet patjetër ta mbështesim të gjithë. Në qoftë se ka ndonjë gjë që ne nuk na pëlqen, shqyr na u varasti, që nuk është versioni plot. Pra jemi këtu tani që këto gjëra që s'na pëlqejnë ose s'na pushin ose nuk na ashtu, ne të sugjerojmë masa të cilat jenë më të mira. Prandaj jemi këtu sot. Dhe nuk mbaroj këtu se debatet nuk do mbarojnë anaj këtë shumë të ato që duam të themi. Shkruani dhe përcjellini. Dhe që ndërë do ta vëmë prapë, nuk do jetë fundit apo jo.